Në kuadër të ditës së Europës, programi për decentralizim dhe zhvillim lokal në Shqipëri DLDP dhe rrjeti mjedisor zhvilluan në rrethin e Pukës veprimtarinë promovuese mbi kompostimin e mbetjeve organike. Iniciativa e gjelbër synon një mjedis më të pastër dhe më pak hapësira të zëna nga mbetjet organike. Jemi mbledhur sot për të lançuar një iniciativë të gjelbër në lidhje me kompostimin, në lidhje me mjedisin. Dhe jemi mbledhur në ditën e Europës. Është një ditë e shënuar që festohet në gjithë Europën dhe fokusi edhe këtë vit është tek pastrimi, pra pastrimi e Europës, pastrimi i mjedisit. Dhe kemi gjetur këtë lloj dite për të promovuar një iniciativë lokale që është hartuar, është përgatitur nga njësitë vendore në rajonin e Pukës. Në fakt janë 5 njësi vendore që janë mbështetur në rajonin e Pukës dhe vim sot me një lloj prezantimi para jush dhe më vonë gradualisht duhet ta prezantojmë në të gjitha shkollat, në të gjitha institucionet dhe tek qytetarët, tek komuniteti lokal. Pra duke nxitur kompostimin në komunitet dhe gradualisht për të hapur rrugë të gjitha iniciativave të gjelbëra për përmirësimin e mjedisit dhe për minimizimin e ndotjes. Ne gjykuam që të bashkohemi projektit për fillimin e një procesi shumë të rëndësishëm të kompostimit të mbetjeve organike. Për dy arsye. E para sepse është një nga pjesë të mbetjeve që janë më problematike, sidomos në zonat e qytetit, por edhe për të bërë të mundur që kjo nisëm që është marrë dhe është përkrahur nga ana juaj të bëjë të mundur që nesër ta kthejmë këtë lloj shërbimi edhe në dobi të qytetit, të qytetarëve dhe të kryerjes së këtij shërbimi me standarde europiane. Nxënësit, shkolla dhe trupa pedagogjike e mori këtë iniciativë si një shenjë të mirë që ne të jemi të parët me të rinjt e shkollës së mesme që të punojmë dhe të shërbejmë një model atje ku është e nevojshme për të ruajtur mjedisin, në mënyrë që kompostimi i mbetjeve të bëhet i vlefshëm për vetë komunitetin. Pra, le t'i kthejmë tokës atë që toka na jep, le t'ia kthejmë edhe ne në një formë ose në një mënyrë që t'i shërbejmë njëri tjetrit. Organizatorët së bashku me nxënës të shkollës së mesme të Pukës, teksa promovuan këtë nisëm, e cilësuan domosdoshmëri rritjen e interesit të komunitetit për kompostimin e mbetjeve, ndërsa Bashkia e Qytetit përmes donatorëve premtoi mbështetjen me kosha kompostimi për të gjithë të interesuarit mbi këtë nismë. Çdo institucion apo çdo individ apo çdo biznes ta aplikojë në shtëpinë e vet ose pranë oborrit vet. Kjo është synimi. Pra për ta masivizuar. Dhe pastaj masivizohet, bashkia vetë me mendimin e donatorëve mund të ngrej sisteme më të mëdha për të minimizuar mbetjen në rajonin e Pukës. Mbetërina pleu që mund të prodhohet, mund të shërbejë për lulishtet e qytetit, mund të shërbejë për fermat, për tokën, për baçen, për gjelbrimin, pra mund të ketë shumë përdorime. Marrin vesh qytetarët që ne të fillojmë një proces tashmë që i aplikohet në gjithë botën, në gjithë Europën, të fillojmë riciklimin e mbetjeve që në burim të më. Familjarë tanë, se cili prej nesh, mbetjet organike të mos i hedhin më bashkë me mbetjet e ngurta, po ato ndahen veçantë, dhe ne bashkia do të përgjigjet pasaj për krijimin e vendet të caktuara të hedhjes së mbetje organike në mënyrë që ato edhe mos shkojnë dëm, po edhe ne të fillojmë që këtu riciklimin e mbetjeve që ka shumë e domosdoshme. Të rinjët aktivistë të kësaj nisme promovuan kompostimin e mbetjeve organike dhe në rrugët e qytetit malor, ku shumë qytetarë shprehin interes për këtë nisëm, duke plotësuar menjëherë formularin për të qenë përfitues të koshit për kompostimin e mbetjeve, të cilat pas një kohe të caktuar mund të përdoren për plehrimin e tokave bujqësore.